Unë nuk do t'ja detyroj personit tim një që do t'a kem që t'punoj. Okej. Për mu, letrin të bën qef qatë donë, qatë këtë nevojë do t'ja plotësoj une, po nuk e ka obligative, është ndryshe ajo pjesa që dëshiron vetë. Nëse dëshiron, do më thonë e ka lirin te me punu, me bo qatë donë, po nuk e ka obligative. Ka gjëra tjera të cilat duhet mere, do më thonë, për kujdesin e fëmijëve, këto, që do t'i bëjmë bashkë edhe këto, po përqindjen e kohës pak më të madhe, normal i takon femrës këtë rast. Se mendoni që kemi ardhur deri te ky trend, nëse më herët kemi luftuar shumë të gjithë si shoqëri që gratë të kenë një pozitë, të kenë një profesion, pse po mendoni që gjeneratat e reja po e na shkalojnë temi pa kët? Nuk e di, besoj që pak edhe këto rrjete sociale kanë shkaktuar ca probleme, duke pa botën, disa gjëra do të merren për mirë, edhe për shembull, po keq për mirën, do të thonë nuk po i shohin gjërat tamam siç duhet. Mendoj se jeta është gjithmonë rrjete sociale, film, luxury, a nuk e din se çfarë bën tjetri veç asaj që e poston. Se na po rrjete gjithë dalim të lumtur, milionera, rich kids, po nga ana tjetër është komplet gjë tjetër. Kjo mendoj që ka ndikuar shumë.